Jeti kemi sërish së bashku dhe do të realizojmë tani në një lidhje direkte së bashku me Mark Pashkën, i cili është dhënës i konferencës i peshkënore në Shqipëri, një bisedë lidhur me Papa Franqiskun, i cili ndëroi e dje dhe sot bëhen në ndërimet e tij të fundit për në banesën e tij të fundit dhe do na tregojë më tepër se cili ka qenë ndikimi i tij në botë. Nëse mundi të lutem regjiat, më mundsoj lidhjen. Përshëndetje, dëgjojmë. Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot dhe për të folur për këtë temë kaq me rëndësi mbi të gjitha, sidomos në këtë moment. Ju falenderoj juve për ftesën. Na thoni pak, si e përshkruani ju rolin e Papa Franqiskut në botë, në përgjithësinë, tek të gjithë, jo vetëm tek besimtarët e krishterë? Pa diskutim, figura Papa Franqiskut është një figurë me një influencë të jashtëzakonshme në nivel botëror, jo vetëm për faktin sepse është kreu i Kishës Katolike, një grupimi shumë të madh të katolikëve të njerëzve në botë, por megjithatë për mesazhet, misionin dhe atë çka ai në vetvete ka përfaqësuar gjatë 12 viteve të pontifikatit të tij. Papa Franqisku vazhdimisht në veprimtarinë e vet nuk e kufizoi si një veprimtari të brendshme organizative brenda Kishës Katolike, por e shpërfaqi atë në një mënyrë shumë të madhe dhe impenjuese dhe në shumë sferat e jetës sociale dhe jo vetëm. Ishte një nga promotorët kryesor të paqes, u investu personalisht në shumë prej konflikteve botërore, në të cilat kërkoi armëpushime dhe paqe. Kujtojmë këto investimin e tij personal dhe diplomatik të Kishës Katolike në ndërtimin e tij për paqëtimin dhe ofrimin si palë ndërmjetëse për konfliktin Rusi-Ukrainë, po ashtu edhe ofrimin e tij në vazhdimisht në lutje dhe në denoncimin e masakrave të cilat zhvilloheshin në pjesë të ndryshme të Afrikës, si lufta civile të cilat shkaktonin vazhdimisht jetë pafajshme, apo edhe në konfliktin mes Izraelit dhe pjesës palestineze, ku vazhdimisht bëri thirrje për paqe dhe në një farë mënyrë për arritjen e një armëpushimi që do të krijonte kushtet e nevojshme të përfundimit të luftës. Nga ana tjetër, mesazhet e tij në raport me vllazërinë fetare ishin njerëzakonisht shumë domethënëse dhe të një rëndësie të veçantë. Në 2019 në takimin e Abu Dhabit bashkë me imamin e Al-Azharit, një prej figurave eminente të botës islame, në nënshkruan dokumentin përmbi vllazërinë fetare, të cilën ai vazhdimisht gjatë pontifikatit e tij 12 vjeçar në krye të Selisë Apostolike e promovoi dhe nuk hezitoi asnjëherë ta shikonte plurifetarizmin si një vlerë, si një pasuri më shumë se sa një sfidë. Në një botë vazhdimisht të rrezikuar prej korrenteve, prej sfidave, prej rrymave të ndryshme, ai vazhdimisht u përpoq që gjente ekuilibrat e duhur të një paqe, të një mirëqenie sociale dhe të një stabiliteti në marrëdhëniet njerëzore. Pa diskutim, një prej, po themi, atyre pjesëve themelore të që ai identifikoi ose masakrat që zhvillohej gjatë pontifikatit të tij ishte lufta kundër varfërisë, mbështetja e të varfërve dhe shtresave të marginalizuara, që ishin kryefjala e magjisterit të tij si i peshkut i Romës. Përmendet disa aspekte të cilat do doja që dhe ne ti diskutonim këtu, siç është duke filluar nga paqja të cilën ai e ka kërkuar në përgjithësi në botë, si dhe për drejtsinë sociale në të gjithë vendin. Duhet të theksuar se ai këtë e ka bërë duke menduar vetëm njeriu siç e nje, pa marrë parasysh nëse cilës fe i përkasin, cilit nacionalitet dhe kështu me radhë. Sa mendoni se ka pasur ai ndikim pikërisht në këto thirrje të cilat i ka bërë dhe këtë vendosmërinë që të ketë prioritet paqen në të gjithë botën, duke marrë parasysh se, siç e përmendët dhe ju, është munduar që të ndikojë edhe në raste specifike? Pa diskutim, interesi i tij primar nuk ka qenë, po themi, përkatësia fetare apo religjioze, sepse shpeshherë është fut dhe është ofruar në konflikte të cilat popullsitë nuk kanë qenë asnjëra palë katolike apo asnjëra palë e krishterë. Dhe në këtë aspekt thirrja si një za profetik, si një za ma tepër moral, ka qenë një rëndësie shumë të veçantë sepse emri në të cilin ai është apelu ka qenë pikërisht ajo një emër të Zotit që pavarësisht konfesioneve të ndryshme njihet dhe pranohet nga shumë realitetet njerëzore, dhe në këtë aspekt duke u bërë në një farë mënyrë si përfaqësues, nëse mund shprehemi kështu, i një diçkaje të përtejme, si një diçkaje të përjetshme, si diçkaje që lidhet me përjetësinë. Influenca e tij nuk ka qenë shumë e vogël. Kujtojmë këtu rastet
e paqëtimit të shumë lutrave, kujtojmë Sudanin Jugor, një pjesë të mirë të padrejtësive sociale në Myanmar apo në shumë vendeve të tjera që kanë shkaktuar konflikte kryesisht civile të rrënjosura dhe të brendshme. Dhe në këtë aspekt thirrja e tij si një personalitet nga i cili pa diskutim don apo s'don është e destinuar edhe vëmendja botnore e mediave apo edhe e shtresave të ndryshme që ka këtë aftësinë për ti marrë atëherë ka bot mujtën realizimin dhe arritjen dhe influencimin e kësaj paqe. Dhe mund të themi se në këtë aspekt pak të deri diku e ka arritur të qëllimin e tij. Pa diskutim. Sigurisht, duhet të thanë që jo gjithmonë dëshirat praktikojnë në realitetet krijuame. Ai vazhdimisht është përpjek dhe deri në momentet e fundit është lutë deri në daljen e para 2 ditëve kur ishte gjallë për paqen në linjën e mesme, për paqen në Ukrainë, edhe pse jo gjithmonë që të themi apelet e tij kanë qenë pranishme dhe të pranueshme. Përmendet edhe se ai ka qenë neutral, nëse mund të e quajmë, në këtë aspekt kur ka vendosur dhe kur ka dëshiruar paqen dhe të gjithë të mirat pavarësisht fejes. Si ka ndikuar ai tek marrëdhënia ndërfetare mes popujve, si dhe bashkëtesës mes feve të ndryshme? Një prej pikave themelore të pontifikatit i ka qenë pikërisht kjo, marrëdhëniet ndërfetare. Ai ka pëlqyer ta quajë edhe atë që quhet ndryshe si vllazëri ndërfetare. Në fakt, kur Zoti thirret, kur njeriu thirret dhe identifikohet në emrin e Zotit, nuk mund të prodhojë asgjë tjetër përveç dashurisë, dhe gjithçka që është ndryshme nga dashuria është një deformim e emrit të tij. Dhe në këtë logjikë dhe në këtë optikë, në gjitha vendet ku ai ka vizituar, përfshi vendin tonë Shqipërinë, ku e ka marrë këtë model, ku e ka promovu këtë model, ku e ka paraqit këtë model, është bazu dhe është mundu që të promovoj këtë realitet, kryesisht aty të marrëdhënies dhe të vllazërisë ndërfetare. Edhe më përpara përmenda dokumentin e Abu Dhabit, praktikisht takimin me imamin e Al-Azharit, që ishte një prej takimeve, po themi, norma të rëndësishme dhe një ndër ato që atij ka pëlqyer personalisht ta promovoj dhe ta realizoj. Kemi parasysh përfaqësi të ndryshme në nivelet akademik, shkëmbimet mes universiteteve katolike dhe universiteteve islamike apo të konfesioneve të tjera që kanë qenë në themel të preokupimit të tij si bari i kishës katolike, po ashtu në çdo vend të cilin ka vizituar ku ka pas prani plurireligioze dhe ai thotsisht ka preferuar të vizitojë këto vende dhe takimi me liderët fetar ka qenë një ndër takimet e para dhe një ndër takimet që ai personalisht i ka pëlqyer të japë një rëndësi shumë të madhe. Dhe në këtë optik besoj ka ofruar një model jo vetëm brenda kishës katolike, por edhe në dimension universal të liderëve të tjerë fetar, se si besimi dhe raporti me Zotin duhet qojë të dashuria, të mirëqenia dhe të mirë kuptimi, edhe ndaj të tjerëve që janë të ndryshëm nga vetvetja. A mendoni se ai ka qenë dhe do të jetë një shembull pikërisht për atë që nuk duhet që të bëhen këto dallimet fetare dhe të gjithë të trajtohen si njerëz mbi të gjitha ata? Mendoni se pikërisht ky takim të cilën dhe ju e përmendët në Abu Dhabi ka qenë një takim që ka thyer dhe tabut, domethënë këtë idenë që duhet të respektohet dhe të vlerësohet vetëm feja të cilës i përket dhe jo fe të tjera? Pa diskutim, ky do të metet besoj edhe një gur i çmuar në historinë e kishës dhe jo vetëm në historinë botërore, edhe për një çështje tjetër që vetë fet duhet të kenë ndaj vetvetes, po edhe vetë bota, dimensioni shoqëror, dimensioni postmodern i zhvillimeve kulturore duhet të ketë ndaj fesë. Dhe në këtë aspekt ai ishte i pari i cili holli hapin, jo vetëm thjesht drejt një takimi kortezie, por drejt një reflektimi strukturor dhe racional në raport me teologjinë e feve të ndryshme, të cilat duhet orientohen dhe duhet të interpretohen drejt paqes, drejt mirëqenies disiplinore sociale. Dhe në këtë aspekt jam i bindur, e besoj fuqishëm që kontributi i tij do të shtrihej në vitet e vite që do ta pasojë. Dhe jam i bindur që do të merret si një formë modeli jo vetëm thjesht brenda kishës katolike, por ndaj të gjitha atyre që angazhohen dhe ju pëlqen të jenë të angazhuar në këtë fushë. Dhe po ashtu edhe për ne të tjerë të cilët jemi qytetarë të thjeshtë që duhet të ndjekim modelin e papës dhe të mos bëjmë dallime fetare kur vjen puna tek marrëdhëniet ndërnjerëzore. Pa diskutim.
Përmendet edhe ju se Papa në fakt nuk ka kryer vetëm rolin e tij në aspektin fetar, por ka pasur ndikim edhe në aspektin politik. Si e shihni rolin e tij në politikat ndërkombëtare, veçanërisht duke i vënë tekst të veçantë dhe varfërisë, të cilën dhe ju e përmendet, mjedisit, si dhe refugjatëve, të cilët kanë qenë po ashtu një pikë të cilën ai e ka përmendur shpesh? Për vetë strukturën e saj, Kisha Katolike ka përfaqësitë e vete diplomatike në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka marrëdhënie diplomatike me pothuajse me të gjitha shtetet, me një pjesë të madhe, me një përqindje të madhe të shteteve ekzistuese nëpër botë dhe merr pjesë si e ftuar apo si antar në shumë prej forumeve të cilat shërbejnë për çështje të ndryshme të zhvillimit global. Papa Francisku të gjitha këto përfaqësi, të gjitha këto pjesëmarrje, të gjitha këto mundësi i ka shfrytzuar maksimalisht për një sër temash të cilat janë aktualisht shqetësuese për marrë botën. Nëse i referojmë me dimensionet ekologjik, nëpërmjet një enciklike të ashtu quajtur Laudato Si, është shprehë dhe ka dhënë atë kontributin e tij për mbrojtjen e ambientit, për mbrojtjen e klimës, për mbrojtjen e planetit dhe vazhdimisht nëpërmjet ndërhyrjeve të tija, qoftë personale, qoftë institucionale, e shpreh në favor të mbrojtjes së shtëpisë së përbashkët. Një kontribut i jashtëzakonshëm, sidomos në gjatë fjalimeve që ai ka pas në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara apo në organizatat e tjera, ka qenë ajo lufta kundër varfërisë, lufta kundër shumë viktimave që shkaktojnë luftrat apo plagat sociale, duke pas kryesisht në fokus kontinentin e Afrikës dhe një pjesë e mirë të vendeve të Azisë që vujnë për këtyre konflikteve. Një tjetër kontribut i jashtëzakonshëm në nivel politik, nëse shprehemi kështu, ka qenë ai i formësimit dhe promovimit të një diplomacie të paqe. Kujtojmë shprehjen e famshme të tij ku me luftën jemi gjithë humbur dhe pa luftë fitojmë çdo palë, ka qenë ajo që nëpërmjet strukturave diplomatike vatikanase ku Kisha Katolike informohet dhe impenjohet, është mundu ta përcjellë në një farë mënyrë këtë logjikë. Përmendëm edhe pak më herët se me të gjitha veprat e mira dhe punën e tij deri në momentet e tij të fundit ka qenë shembull dhe do të jetë gjithmonë shembull tek të gjithë. Por sa i përket të rinjve, cili ishte mesazhi i Papës tek të rinjtë dhe si e shihte ai të ardhmen e tyre? Të rinjtë kanë qenë një vëmendje shumë e veçantë e Papës, Papa Francesco, sepse ai vazhdimisht ka marrë pjesë në këto takimet botërore të rinisë që zhvillohet një herë në 3 vite dhe sa në Amerikën Latine, sa në Evropë, sa në vendet e ndryshme të Azisë. Ai i pëlqeu edhe kur shpeshherë kushtet e shtetit nuk ja lejonin të ishte prezent dhe të ishte shumë aktiv në këtë dimension. Në raport me të rinjtë kam dëshirë të kujtoj atë shprehjen e famshme që Papa Francesku zhvilloi dhe tha në kryeqytetin tonë në Tiranë, kur ju drejtu të rinjve me shprehjen e famshme fluturoni lart. Ai dëshironte gjithmonë të rinj që ishin të apasionuar, të dashuruar pas parimeve, idealeve dhe jo objekteve apo dimensionit material. Ai promovoi një kulturë, një larmi parimesh tek të rinj që janë të apasionuar mas vërtetës, tek të rinj të cilët janë vital të gjallë dhe që i shijojnë maksimalisht të qenërit të rinj dhe janë të aftë të përfitojnë vetë dhe shoqëria nga dinamizmi i tyre. Një pikë tjetër të cilën dhe Papa Francesku e ka prekur kanë qenë dhe të drejtat e njerëzit dhe barazia gjinore. Cilat kanë qenë qëndrimet e tij ndaj këtyre? Po ai në raport me të drejtat e njerëzit dhe barazinë gjinore ka pasur një qëndrim konstant bazuar në traditën e Kishës dhe në shkrimin e saj, pra në Biblën, ku në mënyrë të veçantë dhe pse shpeshherë ka qenë viktime e mos kuptimit të medjave, ai ka qenë një respektues rigoros i të drejtës dhe i traditës katolike. Nga ana tjetër duhet pranuar do të thonë sepse qasja ndaj shumë kategorive të ndryshme siç ishte komuniteti LGBT e tjerë, edhe pse vazhdimisht nuk ka thënë kur asnjëherë diçka të ndryshme nga ajo që mëson Kisha Katolike, ka qenë absolutisht koherent në raport me mësimin tradicional të Kishës Katolike dhe shkrimit të saj. Qasja e tij për ta hedhur një shikim edhe drejt atyne, duke i ftuar që të rehabilitohen dhe të futen në brendësi të një jete sociale normale, ka qenë shpeshherë për t'u admiruar dhe pse shpeshherë me ose pa qëllim media ka pas tendencën që të shtremnojnë edhe qëllim edhe thënjet e tija apo shprehjet e tij, por gjithmonë logjika e tij
ka qenë për kishën si një spital. Dhe në spital zakonisht njerëzit futen pa dallim diagnozët, pa dallim simptomash, vetëm me idenë dhe qëllimin për të shëruar. Një aspekt tjetër për të cilin do doja që të flisnim është aspekti kulturor. E diskutuam deri më tani se Papa Francesku ka pasur një respekt të veçantë për të gjitha fetë, por ai po ashtu ka mbështetur dhe ka promovuar dhe kultura të ndryshme. Si ka qenë raporti i kulturës në të cilën ai ka jetuar, ka vepruar në krahasim me ata të cilët ka pasur dhe kontakt përgjatë jetës së tij? Sigurisht, konteksti kulturor nga i cili vinte ka ndikuar jo pak në formësimin e tij, ashtu siç është normale të ndikojë për çdo person e për çdo njeri. Papa Francesku ishte biri i kulturës vet, do të thotë kujdesi ndaj të varfërve, kujdesi ndaj shtresave të marginalizuara, bëronte sparit si frymëzim i mesazhit krishterë ku sipas logjikës së Krishtit këto janë e parë që duhet kujdesni, por edhe si burimi dhe si formësimi i asaj që ai ka përfaqësuar dhe ka jetuar në jetën e vet përpara se të bahej i Peqë i Romës, pra papa i Kishës Katolike Universale. Në këtë aspekt ai nuk ka hezituar asnjëherë që të ketë një mbështetje të vazhdueshme ndaj emigrantëve, ndaj personave që kishin përardhje prej kulturave të ndryshme orientale ose jo vetëm që vinin në Europë për një jetë më të mirë që largoheshin prej konflikteve dhe pa marrë parasysh përgatinë e tyre fetare apo identitare të proveniencës, ato në personin e Papa Franceskut kanë gjetë një avokat të madh dhe të pamposhtun për strehimin dhe për dinjitetin e tyre, për një jetë më dinjitare. Mos harrojmë vizita e parë e Papës brenda Italisë ka qenë në Lampedusa në ishullin ku praktikisht zbarkojnë qindra mijëra refugjat me origjinë nga Afrika dhe nga vende të ndryshme afrikane. Kjo dhe për shprehjat hapjen e tij në kulturave të ndryshme dhe pajtimin me diversitetin kulturor si një mundësi e një jete më të mirë. Duke sikur çdo lëvizje e Papa Franceskut ka qenë e mirë menduar dhe ka pasur një mesazh prapa, jo vetëm thjesht për të realizuar. Në 21 shtator të 2014-s, Papa Francesku viziton vendin e parë evropian, i cili është Shqipëria. Si e përshkruan një vizitën e tij në Shqipëri? Mbaj mend atëherë kam qenë shumë e vogël dhe e di se sheshi ishte i mbushur plot, të gjithë kishin shkuar për ta parë nga afër, për ta takuar, për të marrë bekimin e tij, ishin apo jo të krishterë dhe kjo gjë besoj se e tregoi edhe një herë se ai bën bashkë të gjithë. Është shumë e vërtetë, vizita e Papa Francesku në Shqipëri mbetet një moment padyshim historik, jo vetëm për Kishën Katolike, por megjithatë për kombin tonë, për Shqipërinë, sepse ishte Papa i dytë që shkelte tokën arabënore mas Papës Gjon Paulit II, i cili me 25 periudhën 1993 erdhi në Shqipëri për të ringritur hierarkinë katolike në vendin tonë e dalë masakruar prej komunizmit. Papa Francesku vizitoi Shqipërinë, vizitoi Tiranën, atë meshën solemne në sheshin Nan Tereza, ku në një farë mënyrë bekoi marr popullin tonë dhe e paraqiti Shqipërinë si një model ekzistencial harmonie dhe vllazërie fetare. Pa diskutim, sheshi ishte i mbushur me katolikë, jo vetëm, shumë prej popullsisë shqiptare të besimit ortodoks, të besimit islam ishin pranishëm, siç e do tradita e zakonit për të ndërruar mikun e madh, mikun të një kalibri dhe profili butënor siç ishte Papa e Romës. Ai e solli Shqipërinë dhe futi në Turezën ndërkombëtare duke e promovuar si model, si vend dhe si realitet kulturor. Vizita e tij mbetet historike sepse në atë vend na shesh paraqiti përballë botës dhe promovoi realitetin e vllazërisë fetare si një realitet të jashtëzakonshëm vital dhe ekzistencial të vendit tonë. Paraqitja dhe një farë mënyrë performanca e popullsisë shqiptare atë ditë ishte po aq e madhe sa vetë performanca e Papës dhe kishim një marrëdhënie të jashtëzakonshme simbiotike mes këtyre dy realiteteve që u pajtu në atë bukur në atë shesh. Porosia e tij për popullin fisnik shqiptar që të fluturon të lartë si shqipojna që gjendet e kthana në flamurin ton ishte një prej atyre porosive që të mesin gjallë në identitetin dhe në historinë marrëkombëtare për të fluturuar lart drejt shpresës që nuk zgjenjen, për të fluturuar lart drejt vlerave, drejt atyre realiteteve jetësore që bajnë gjithmonë një shoqëri më të pasur, më të hapur dhe më të jetueshme.
Si mendoni se ka ndikuar në të gjitha aspektet e cilat ne I përmendëm deri më tani, vizita e Papës në Shqipëri, pra në aspektin e bashkëtesës fetare, të drejtave të njeriut, paqes, si mendoni se ka ndikuar në të gjitha këto të cilat I folëm deri më tani? Pa diskutim, do të thotë, ka pas një ndikim shumë pozitiv, jo vetëm falë vizitës e tij, por edhe falë pritjes që populli shqiptar I bani. Mos harrojmë se atë ditë në shesh kanë qenë pranishëm liderët e të gjithë komunitetet fetare për ta respektuar në rrugë Papa Francesco gjatë meshës, ka qenë I pranishëm I ndjeri kreu I kishës ortodokse autokefale Shqipërisë, Hirësia e tij Zot Anastasiano Llatus, kryetari I komunitetit musliman Skender Bruçaj, kryetari I komunitetit Bektashi Baba Edmond Brahimaj, ka qenë I pranishëm edhe përfaqësues të kishave ungjillore, një farë mënyrë duke formësu një farë kunore të asaj çka është Shqipëria. Në këtë mënyrë ishte një kontribut I madh edhe për atë që do të ishte edhe ardhmja e kombit shqiptar në këtë logjik, në këtë mbrojtje, në këtë harmoni, në këtë vllazëri fetare. Nga ana kulturore, pa diskutim që promovimi një kulture paqe është një kontribut I jashtëzakonshëm për një vend. Promovimi një kulture që shkon konform dijes, konform kërkimit shkencor është një diçka e jashtëzakonshme. Këtë them sepse atë ditë Papa Francesco vizitoi edhe Universitetin Katolik Zoja Këshillit të Mirë, një universitet ku studiojnë të ri nga Shqipëria, Kosova, Malizi, edhe madje edhe nga Italia. Dhe në këtë aspekt promovimi një realiteti të tillë tregonte edhe domosdoshmërinë e një shoqërie për të zhvilluar dhe për t'i dhënë prioritet më tepër se asgjë këtij zhvillimit, këtij kërkimit akademik edhe një jetë që është e pasionuar pas zhvillimit shkencor dhe jo vetëm. Nga ana tjetër, pa diskutim, një kontribut jo të vogël kishte në sferën e ndajrën ndërkombëtare, duke e bërë se do të flasim me gjuhën mediatike Shqipërinë një markë globale, sepse atë ditë të gjitha televizionet, të gjitha realitetet mediatike botënore, si CNN, BBC apo shumë tjerë, ishin të vendosur dhe të përqendruar në Tiranë për të transmetuar live atë që do të ndodhte. Dhe në një farë mënyrë për një ditë Shqipëria ishte qendra e botës. Dormark Pashkja, ne ju falenderojmë shumë që ndatë kohë për ne dhe që ndatë me ne të gjitha këto informacione, disa të njohura dhe disa të pa njohura për ne, dhe shpresojmë që figurat si Papa Francesco me qëllimet e tij të mira të jenë gjithmonë më në rritje dhe të kemi sa më shumë njerëz të tillë. Ju falenderojmë shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën.